Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se ka një armë pushim lidhur me luftën që po zhvillohet në Iran. Për të folur mbi këtë zhvillim të fundit, kam të ftuar në një lidhje direkte nga Rusia gazetarin Misha Pumo. Zoti Pumo, faleminderit shumë për intervistën. Për ju të më shkënaqësi. Si e pat këtë lëvizje të Donald Trumpit ku njoftoi në fakt negociata me Iranin, por edhe pse në fakt nga shteti iranian ka pasur disa mohime lidhur me ekzistencën e këtyre negociatave? Po në gjendje lufte si njëra palë dhe pala tjetër, nga njëherë hedh dizinformime edhe për të arritur ndonjë rezultat strategjik ndoshta. Do të shikojmë në ditë e ardhshme sigurisht, por edhe Trump, edhe administrata e tij, por dhe iranianët shumë herë kanë përhapur fjalë që ka pasur tentativa për bisedime, gjithashtu nga ana e Witkoff me ministrin e jashtëm iranian, pastaj flitet që bisedimet për paqe i kryeson sikur gjoja i kryeson kryetari i parlamentit iranian etj, por që pala iraniane i ka mohuar. Ka të ngjarë që të dyja palët po mundohen të përfitojnë kohë për të arritur ndoshta një pozicionim më të mirë në luftimet e mundshme të ardhshme. Për shembull, këtu në Moskë përqendrohen, për shembull mendojnë që mund të jetë një goditje amerikane ndoshta edhe me trupa, me marinca për shembull, të ishullit që ndodhet, që është një bazë ushtarake iraniane, ishulli i vogël që është, le të themi, një bazë në një pikë kyçe pranë, le të themi, ngushtilës së Hormuzit, që mund të ishte një pikë kontrolluese në atë rajon, gjë që do të jepte përsi palës që ata e zotron. Pra mund të ishte edhe kjo një pikë synimi i afërt i ndoshta i trupave amerikane, por nga ana tjetër kuptohet që shpresat janë edhe për në një pezullim në sa të jetë e mundur, domethënë e luftës, dhe ndoshta inkurajimi që edhe lajmet e tjera që kanë ardhur nga, le të themi, nga kampi amerikan, ku flitet që një pjesë e ushtarakëve kanë edhe deklaruar që nuk duam të vdesim për Izraelin dhe dëshirojnë që lufta të përfundojë sa më shpejt. A duket më shumë se sa një, po themi, zhvillim i Donald Trumpit për të pasur paqe me Iranin, është një lloj, po themi, fitime kohe pas rezistencës që ka pasur nga ana e Iranit? Edhe kjo mund të jetë, është me vend kjo pyetje, por nga ana tjetër koha që do të ishte përfituese për Trumpin do të jetë përfituese edhe për iranianët të rigrupohen, të le të themi të koncentrojnë sërish municionet, raketat, dronët e gjitha ato që kanë në dispozicion. Kuptohet që tashmë që Irani nuk është shumë larg për të qenë Venezuela, dhe organizimi ushtarak dhe fuqia ushtarake e Iranit besoj që është një nga ushtrit më të mëdha në botë, më të fuqishme bires, me atë popullat që ka mbi 90 milion banor. Fuqia mobilizuese e Iranit është 12 milion ushtarak, pra është një fuqi jashtëzakonshme në rast mobilizimi. Ata s'kan bërë as mobilizim për momentin, pasi nuk është e nevojshme. Nga ana tjetër, amerikanët janë përpjekur të përdorin levën kurde në Iran, pasi siç e dim ka një raport të veçantë, le të themi, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kurdëve, ndoshta i vetmi popull në botë me popullat mbi 40 milion banor, i harakatur në vende të ndryshme siç janë Irani, Iraku, Siria sigurisht, dhe ata nuk gëzojnë shtetin e tyre. Pra mund të përdornin, domethënë, këtë aspiratë të kohshme të Kurdistanit, të themi që edhe Turqinë, kuptohet. Por nga ana tjetër, problemi, domethënë, i kurdëve është një problem gjithashtu i ndërlikuar që nuk shihet mirë nga Turqia dhe as pak mirë nga Turqia, dhe do të ishte destabilizues dhe do të thillte benzinë në luftë më tej. Prandaj edhe ky problem kurd nga njëra anë është i dëshirueshëm nga Izraeli. Kuptohet gjithçka që krijon kaos në lindjen e mesme është mirë për Izraelin. Ata po përpiqen në gjitha mënyrat ta, me çdo kusht, ta
përmbysin qeverinë në Iran dhe mundësisht ta coptojnë në Iranin në le të themi në copza tokash që pastaj mund të lakmueshin prej tyre. Nga ana tjetër, vetë kurdët të tradhtuar jo një herë më nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ndodhi në Siri, kur ata ju bashkuan amerikanëve në luftën kundër diktatorit sirian, nga ana tjetër pastaj u lanë në mëshirë të fatit me mujahedët që erdhën në pushtet, të cilët i masakruan kurdët dhe tashti janë detyruar të emigronin në Irak. Prandaj dhe kjo tentativë, le të themi, dhe këto kalkulime ndoshta të izraelitëve dhe amerikanëve dështuan, ashtu siç dështoi dhe shpresa amerikano-izraelite për të ngritur një le të themi kryengritje të brendshme në Iran për të përmbyshur atë regjimin e ajatollahëve. Kuptohet që ky nuk është një regjim as pak demokratik, por le të themi që kush në lindjen e mesme ka le të themi regjime demokratike. Pse sauditët janë më demokratik se Irani? Të njëjtë gjë, po disa janë le të themi pranë demokracive, pasi kanë naftën që ju shërben amerikanëve apo perëndimit. Prandaj dhe Irani në këtë drejtim është i vetëdijshëm për atë që bën, është një popull i ridashur, i fuqishëm, është një popull jo arab dhe me një histori të shumë të begatë dhe ish perandori që vazhdon të jetë perandori në ato kufirin dhe në ato le të themi kufijtë e vet. Kuptohet që regjimi i ajatollahëve nuk i ka shërbyer Iranit për zhvillim ndoshta ashtu siç e meritonte një shtet si Irani, por kjo është e drejta e popullit iranian për të përmbysur apo për të mbajtur në pushtet një regjim të tillë. Lidhur me këtë lajm ka reaguar dhe presidenti i Parlamentit Evropian, i cili i ka quajtur si lajme të rreme njoftimin që Donald Trump po negocion me Iranin, edhe se ai ishte kryetari i delegacionit të negociatave. Ai në fakt ka shtuar se e gjithë kjo po bëhet që tregjet ndërkombëtare të ulen si pasojë e problemit me çmimin e naftës. A është kjo një taktikë e Donald Trumpit që duke u nisur edhe nga disa, po themi, lajme të medjave ndërkombëtare, sidomos atyre amerikane, ku thuhet që disa këshilltar të afërt të Donald Trumpit e kanë këshilluar atë që të gjejë sa më parë një rrugë zgjidhje që të mos duket sikur ai është i vetëm në këtë luftë, pasur parasysh edhe në fakt një lloj hezitimi të aleatëve europian, por edhe më gjerë për ta ndihmuar atë në kontrollin e ngushtitës së Hormuzit. Pra, si është kjo lëvizje e Trumpit? Është dhe për të qetësuar pak pjesën e tregjeve dhe për tu tërhequr me lezet, le të themi, nga kjo luftë, apo është thjesht për të po themi marrë dhe një herë energji dhe për të vazhduar me një sulm të dytë më të fortë? Nuk besoj që Trump, sado që të jetë le të themi emotiv në veprimet e veta, të mos ketë marrë parasysh pasojat e luftës me Iranin. Këto i dinë të gjithë i madh dhe i vogël që nëse ai do të godiste Iranin, sigurisht që tregjet do të reagonin dhe mënyra se si vazhdon lufta e tregon më së miri që kjo do me thënë, kjo ecuri u realizua dhe për të thënë të vërtetën ndoshta edhe rusët për shembull po flas nga le të themi nga këmbana e Kremlinit, tash do me thënë se si shikojnë me interes këto ngjarje, nga njëra anë sigurisht që dalje diplomatike kanë qenë që kuptohet është agresion e tjerë, mirë po të shikojmë edhe këtu, do të thoja një lobi hebre është i pranishëm, po të shikosh fjalorin që përdoret edhe kur dënohen veprimet e Izraelit, kur nuk thon sionist, agresor, kriminela, vrasës fëmijësh dhe grash, nuk thon kur. Thonë ushtria e mbrojtjes e Izraelit goditi këtë, bëri këtë dhe kështu. Pra është një retorik e moderuar, do thoja. Kuptohet që interesat e Rusisë në Izrael janë të pranishme dhe ka shumë lidhje të ndërsjellta, ka shumë biznesmen që jetojnë në dy vende, jam i bindur për këtë gjë, por dhe nga ana tjetër Donald Trump është i ndikuar sidoqoftë nga lobi hebre, të cilë ndoshta e ka shtyr atë
me dëshirë apo me një dëshirë të limituar nga ana e presidentit amerikan për të kryer disa inkursione dhe jo vetëm inkursione, por tashmë një luftë ku po fillojnë të humbasin jetën dhe ushtarakët amerikan. Sigurisht që numri është shumë i vogël, domethënë, por çdo jetë njeriu ka vlerë, prandaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht që kjo nuk i ndihmon imazhit dhe as perspektivës e republikanëve në zgjedhjet e ardhshme në Senat. Prandaj mendoj që gjithsesi Trump do të dëshironte të përfundonte sa më shpejt të mundur këtë luftë për shumë arsye, por një nga arsyet kryesore nuk është as çmimi i naftës dhe as domethënë reagimi domethënë i opinionit ndërkombëtar, por është situata e brendshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sa më fitimtar, le të themi, do të mund të dilte Trumpi nga kjo luftë, aq më tepër të mëdha do ishin shanset për republikanët për të ruajtur epërsinë e tyre në Senat, gjë që nuk është domosdoshme të ndodhë. Domethënë nuk është e sigurt që do ndodhë. Përkundrazi pritet që republikanët të pësojnë humbje mbas këtyre veprimeve, le të themi, jo shumë të matura nga administrata amerikane. Nga ana tjetër sigurisht që duke rritur retorikën kundër, jo vetëm kundër atallahëve, por nëse keni vënë re kohët e fundit, presidenti Trump ka goditur në mënyrë të njëpasnjëshme ata demokratët, duke akuzuar ata që janë ata që organizojnë të gjitha trazirat në përbot, biles jo më pak jo më shumë. Pra, nga kjo anë sigurisht që mund të pritet është në interes të vetë republikanëve, por dhe të administratës amerikane që lufta të përfundojë gjithsesi në një farë mënyre, edhe sikur të jetë a forfait de facto, por do të vë veç pa fitues. Iranianët do thonë që ne fituam luftën, mundëm agresorin, amerikanët thonë që ne shkatruam gjithë Iranin dhe të gjithë do të shkojnë në shpinën e tyre. Vetmi i pakënaqur në këtë luftë do të mbetet Izraeli. Deri tani folëm për rolin e Donald Trumpit, Iranit, Izraelit, po a ka ndonjë rol Rusia në këtë luftë dhe a është Rusia ai shteti i cili në fakt ka pasur ndihmë po aq sakina në zbulimin e po themi koordinatave të bazave ushtarake, të anijeve po themi të avionëve luftarak amerikan dhe izraelit, pasi ka pasur një dyshim lidhur me saktësinë në mënyrë precize të raketave iraniane që kanë goditur objektivat në Izrael. Pra, a është apo i jep ndihmë Rusia Iranit në këtë mes? Duhet thënë që Rusia nuk ndruhet i shpallet hapur Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ajo ndihmon Iranin ashtu si Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndihmuar Ukrainën. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh edhe reagimin e qetë të presidentit Trump dhe komentet e tij goxha lojale, do të thoja, kur ai deklaroi që është logjike që Rusia ndihmon Iranin, një shik tha ai, pasi edhe ne ndihmojmë Ukrainën. Kjo është e drejtë, tha ai. Prandaj këtu nuk mund të përgënjeshtrojmë asnjë gjë, pasi e pranojnë të dyja palët që Rusia ndihmon Iranin. Mirë po, edhe ja për shembull 2 ditë përpara, Ministria e Jashtme ruse deklaroi, zëdhënësja Maria Zakharova deklaroi që populli rus do t'i ri pranë popullit iranian, gjithmonë ne jemi aleatët tuaj etj dhe do t'ju ndihmojmë, do dërgojmë ndihma humanitare. Domethënë e nënvizuan këtë gjë, nuk thanë vetëm ndihma, po ndihma humanitare. Pra, mendoj që Rusia edhe pak mund të ndihmojë Iranin dhe nuk do të dëshironte, le të themi, që të vinte në rrezik perspektivën e mirë të zhvillimit të marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi në horizont është hapur një perspektivë goxha e mirë, jo vetëm për Rusin, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, interesi është reciprok dhe jo vetëm për bashkëpunime ekonomike, por edhe për marrëveshje të planit, për shembull, të kufizimit të armëve bërthamore. Dhe në këtë rast, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim personal, kanë shumë të drejtë që duan të tërheqin në tryezën e bisedimeve edhe Kinën,
pasi në momentin që Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës bllokuan njëri tjetrin, le të themi, me prodhimin e armëve bërthamore të mëtejshme, Kina vazhdonte të prodhonte të riste arsenalin e vet. Dhe jo më pak se mos gaboj, një javë gjysmë përpara ka pasur një relacion të, le të themi, kundër zbulimit të rus sekret, ku dëshmohej dhe ka qenë ky relacion rreth provave bërthamore të, le të themi, të bombave me le të themi me fuqi të vogël të limituar veprimi që kanë kryer kinezët kohët e fundit, pa informuar asnjë organizatë ndërkombëtare, përfshirë dhe le të themi, në qoftë se mund ta quajmë si të tillë, aleatin në thonjzar, pra Rusin. Edhe Rusin ata nuk i kishin informuar kur po zhvillonin këto prova bërthamore. Për sa i përket tashmi informacionit dhe informimit të inteligjencës iraniane për vendodhjen e pikave strategjike amerikane, aeroplanbajtësve, anijeve apo bazave, më logjike është të mendosh se aty ka dorë më tepër Kina se sa Rusia. Është Kina ajo që i ndihmon dhe i jep informata Iranit, pasi shumica e raketave të kohëve të fundit që kanë marrë, që kanë blerë, le të themi, iranianët, janë të prodhimit kinez. Kjo e para. Pastaj sistemi satelitor kinez përdoret nga iranianët, jo ai rus. Prandaj logjike është të mendosh që kinezët po ndihmojnë fshehurazi duke hedhur gurin fshehin dorën, nuk mund të dalin dhe ata hapur kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër ata janë një nga, le të themi, ata që humbasin më shumë nga kjo luftë mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit dhe SBA-s, ashtu si edhe Europa, sigurisht. Si e shikoni fundin e kësaj lufte? Të paktën shpresoj që kjo luftë të mbaroj sa më shpejt jetë e mundur, që të mos shkaktoni shkatrime të mëtejshme në vendet ndërluftuese. Kjo përfshirë dhe Izraelin, pasi goditjet tashmë janë bërë të zakonshme edhe për Izraelin, dhe i famshmi Iron Dome që e reklamonin izraelitët tashmë është bërë shosh. Biles çuditërisht raketat iraniane me lehtësi ka përcejnë dhe mbrojtjen e krijuar nga raketat Patriot. Dhe kjo është një çudi e madhe, dhe këtu ndoshta mund të kemi një vëzhgim dhe një, le të themi, spionazh anasjelltas të Kinës dhe Rusisë për të, le të themi, për të studiuar atë që kanë bërë perëndimorët në Ukrainë, sepse edhe në Ukrainë është një fushë eksperimentesh përveç luftës, që secili teston armatimet në fushën e betejës. Për këtë arsye, fatkeqësisht edhe Rusia dhe Ukraina kanë shkuar shumë larg në përdorimin e dronëve, janë më të sofistikuar në këtë drejtim. Prandaj dhe le të themi që luftrat e mëtejshme do të zhvillohen me praninë e dronëve gjithmonë më shumë. Për këtë arsye, duke minimizuar praninë njerëzore në luftë, luftrat në të ardhmen mund të jenë më të shpeshta. Mirë, po kjo luftë mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit mund të limitohet, mund të ndalohet pjesërisht nga amerikanët, por gjithçka do të varet nga dëshira e tyre, në qoftë se ata dëshirojnë të përmbysin regjimin e ajatollahëve, ata do të jenë të detyruar të fusin forca toksore në Iran, dhe të fusësh toka toksore në një shtet 90 milionësh do të firmosësh për humbjen e jetës mira e mira ushtarëve amerikanë, gjë që presidenti Trump, për mendimin tim personal, nuk do ta bënte kurrë. Ka pasur përdorim të 2 raketave balistike nga Irani, ku janë lëshuar drejt Diego Garcias, një prej bazave ushtarake më të rëndësishme amerikane dhe britanike. Çfarë do thot kjo për vetë luftimet, le të themi, ose për vetë fushën e veprimit të raketave, ku po themi kanë kapur 4000 milje largësi, pra i bie që të vi deri në Paris, në Rom, në vende europiane. Po në të ardhmen ky rrezik ekziston. Nga ana tjetër, mendoj që këto 2 raketa që ishin më tepër simbolike se sa mund të krijonin vërtet dëme për bazën Diego Garcia në Oqeanin Indian. Kjo që për shembull një raket nuk arriti në vend, domethënë ra rrugës, le të themi. Ndërsa raketa e dytë u godit nga forcat kundërajrore dhe u azgjësua në ajër.
se sa do të shkonin këto raketa, sigurisht ato janë qelluar në gjatë rrugës, por nuk kanë arritur në destinacion, asnjëra as tjetra. Pra, teknikisht nuk ka ndodhur ndonjë gjë e madhe, nuk ka ndodhur hataja për, le të themi, për amerikanët. Nga ana tjetër, mundësitë kur, le të themi, fizikantët e ndryshëm, shkencëtarët iranian janë në gjendje të prodhojnë raketat e tjera, balistika e tyre po zhvillohet në mënyrë shumë të shpejtë dhe të intensifikuar, dhe problemi rreziku më i madh për vendet e Gjirit, ku ka dhe shumë simpatizant, do të thoja, të Iranit, të fshehur dhe të hapur. Rreziku i mëtejshëm është jo ajo, le të themi, dëshira për të pasur bombën bërthamore, që me logjikën e iraniane, do me thënë, me që e ka Izraeli dhe vendet e tjera si Pakistani apo India, pse mos ta kemi edhe neve. Në këtë drejtim mendoj që Rusia, por dhe Kina më tepër janë afër Shtetit Bashkuar të Amerikës se sa Irani, sepse ata sigurisht nuk do të dëshironin që sado të jetë pro Iranit, Rusia nuk do të dëshironte që Irani të kishte armën e vet bërthamore. Dhe për këtë arsye Rusia disa herë është ofruar që të gjithë uraniumin e pasuruar ta tërhiqin, ta merrin në Moskë, por amerikanët e kanë refuzuar këtë gjë, pasi ky uranium mund të shërbente më tej për prodhimin e bombave bërthamore për veten e tyre, pra për Rusinë, dhe në këtë mënyrë të rriste akoma më tepër fuqinë nukleare të Rusisë, që siç dihet është vendi i parë në botë me 6.000 koka nukleare që disponon. Prandaj Irani është një kërcënim, por një kërcënim i, le të themi, që mund të kontrollohet, mund të shkëmbehen, dhe ndoshta presidenti Trump ka bërë gjën më të çuditshme kohët e fundit duke hequr sanksionet në naftës iraniane. Izraelitët për shembull janë në shok mbas kësaj, pasi deri në këtë moment ata luftojnë me Iranin dhe nga ana tjetër blejnë naftën iraniane dhe furnizojnë me naftë iraniane për të goditur po iranianët. Është një absurditet i luftrave të bashkohore. Ndërkohë, nga ana tjetër kemi Turqinë, e cila po qëndron mjaft neutrale kur në linjën e mesme po luftohet, ku dihet tashmë edhe ndikimi që ka Turqia në këtë rajon. A besoni që do ketë një zgjim të Turqisë, apo do luaj akoma këtë rolin e neutralit derisa gjërat të sqarohen pak më shumë? Po Turqia po luan një rol logjik për veten e vet, sigurisht që Turqia nuk është e interesuar në asnjë lloj mënyre për eskalimin e situatës në Iran dhe më për më tepër coptimin e Iranit, kur do të plaste pastaj problemi kurd. Dhe siç e dim në Turqi problemi kryesor, le të themi, i Turqisë është në politikën e jashtme janë kurdët, po dhe në atë të brendshme kanë qenë goxha, siç e dim. Po nga ana tjetër Turqia është antare NATO-s dhe Irani nuk do të bënte harakiri, mendoj, për të goditur Turqinë, që do të rrezikonte pastaj gjithë fuqinë e NATO-s kundër vetes. Nga ana tjetër, marrëdhëniet e Turqisë me Iranin janë relativisht stabile. Ata të dyja kanë një armik të përbashkët. Më përpara Turqia bënte sikur e kishte armik, po tashmë ka të ngjarë që është tamam armik, flasim për Izraelin. Prandaj edhe për balancin e forcave në rajon, mendoj që Turqia nuk do të përzihet në luftra kundër Iranit, vetëm në qoftë se Irani do të godiste objekte të ndryshme në territorin turk për akmarrje apo për të goditur bazat amerikane, atëherë Turqia do të detyrohet të merrte masa. Mirë, po vetvetiu dhe me dëshirën e saj nuk besoj që Turqia do të dëshironte të godiste apo të destabilizonte situatën në Iran. Zoti, po më faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime gjithashtu. Mirupafshim.